Keni vënë re që kur zgjohemi ndonjëherë në mëngjes kemi një lloj energjie që thoni ju jemi gati të pushtojmë botën. Po, e vërtet. Pastaj kanë ato ditët që ti zgjohesh dhe je kështu si e plagësh, si e zymë, si në errësirë, thua baba të njëjta gjëra. Pastaj rikujtohesh e thua, po prit një minutë, duhet të jem mirënjohëse, duhet ta nisim ditën me mirënjohje. Dhe mirënjohja e parë duhet të jetë falënderimi që duhet t'i bëjmë Zotit, universit, për shëndetin. Shëndeti është parasori, është kryesori i njerëz. Kështu që duhet të jemi pak më të mirë. E duhet të... Ku di unë, ndonjëherë ua them juve këto dhe ndonjëherë nuk i bëj vetë, por pastaj përsëri reflektoj me veten edhe e rimarr energjinë. Nuk e lë veten që të shkoj deri në atë pikë, domethënë që të shkoj keq fare puna, më kuptoni? Edhe kur ka pas raste që mund të kem ndjerë shumë keq, kam dal. Më thënë, kam dal nga ajo, nga i rreth i zi.